Vllaznia vion lëvizjet në merkato për të ndërtuar një skuadër sa më konkurruese për sezonin e ri dhe veçanërisht për ndeshjet e kupave të Europës. Sipas raportimeve të fundit, Rok Toma nga Malësia e Madhe, por i formuar në futbollin evropian, është shumë pranë transferimit tek skuadra shkodrane. Burime pranë klubit bëjnë me dije se sulmuesi 22 vjeçar do të largohet nga Partizani në formë huazimi dhe do t'i bashkohet vllaznisë për aventurën europiane. Marrëveshja fillestare parashikon që Toma të jetë pjesë e kuqebluve gjatë rrugtimit në Kupat e Europës, megjithse nuk përjashtohet mundësia që bashkëpunimi të vijojë edhe më gjatë në varësi të zhvillimeve të mëvonshme. Toma konsiderohet një nga sulmuesit më premtues të futbollit shqiptar. Ai është pjesë e rregullte kombëtare U21 dhe synon që në të ardhmen të fitojë një vend edhe në ekipin e parë të Shqipërisë. Por futbollistin kalimi tek vllaznia do të sjellë në një ribashkim me trajnerin Edi Martini. Të dy kanë bashkëpunuar më parë tek Teuta, periudhë në të cilën tekniku shkodran ka vlerësuar potencialin dhe cilësitë e sulmuesit. Me afrimin e mundshëm të Rok Tomës, vllaznia synon të shtojë alternativat në repartin ofensiv dhe të paraqitet sa më e fortë në sfidat europiane që e presin gjatë verës.